Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami' al-anbiya illahi wal mursalin. Me emrin e Allahut të gjithë mëshirshmet më shpëlotit. Falënderimet më të sinqerta janë vetëm për Allahun e madhëruar. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi profetin Muhammed, mbi familjen e tij të pastër, mbi shokët e tij të zgjedhur dhe mbi të gjithë të dërguarit dhe profetët e Allahut xhaleshanuhu. Të nderuar dëgjues dhe shikues, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatitë e Allahut qofshin mbi ju. Për ditën e sotme do të flasim rreth temës rëndësia e buzëqeshjes në fenë e pastër islame. Buzëqeshja është një gjest i thjeshtë, por me një ndikim të thellë në shpirtin e njeriut. Ajo nuk ka nevojë për pasuri, për fuqi apo për ndonjë përpjekje të madhe, por ajo vetë se sjell ngrohtësi, dashuri dhe afërsi. Në Islam, buzëqeshja nuk është vetëm një veprim social, por një akt adhurimi, një formë sadakaje dhe një mënyrë për të ndërtuar vëllazërinë e sinqertë ndërmjet muslimanëve. Në fjalët e profetëve dhe të imamëve të Ehli Bejtit, buzëqeshja ka një rëndësi të veçantë si shprehje dashamirësisë dhe mshurisë dhe moralit të lartë. Profeti Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Buzëqeshja jote e para vëllait tënd është sadaka." Ky hadith na mëson se bamirësia nuk ka kufi materiale. Ajo nuk kufizohet në ndihma financiare apo dhurata fizike, por përfshin edhe veprime që nuk kushtojnë asgjë, si një buzëqeshje. Kjo buzëqeshje mund të jetë shkëndija që ndriçon ditën e një personi të mërzitur. Ajo tregon që ne e njohim dhe e pranojmë tjetrin me dashuri dhe me respekt të madh. Sadakaja në këtë formë nuk lodh, nuk varfëron dhe nuk humbet kurrë. Përkundrazi, ajo shumëfishohet në shpërblimet tek Allahu dhe në dashuri ndërmjet njerëzve. Imam Aliu, paqja qoftë mbi të, që e ka njohur më së miri profetin Muhammed, paqja qoftë mbi të dhe mbi familjen e tij, ka thënë: "Kur doherë që e shihja të dërguarin e Allahut, ai ishte me buzëqeshje në fytyrën e tij." Kjo fjalë e imamit na tregon për një aspekt shumë të bukur të personalitetit të profetit Muhammed, paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi ta dhe mbi familjen e tij, ku ai gjithmonë përhapte qetësi, siguri, dashamirësi dhe paqe tek të tjerët. Buzëqeshja e tij ishte një dritë që i përshëndeste të gjithë me mirësi në atë kohë. Ai nuk i priste njerëzit me ashpërsi apo me arrogancë, por përkundrazi, i priste me budësi dhe me përkujdesje. Kjo është një mësim i madh për ne, që morali ynë të mos jetë i ftohtë, por i ngrohtë dhe mikpritës për të tjerat. Buzëqeshja është dritë që ndriçon fytyrën dhe paqe që përhapet në zemër. Është një gjest i thjeshtë, por me ndikim të thellë në shpirtin e njeriut. Në një botë ku njerëzit përballen çdo ditë me vështirësi dhe lodhje, një buzëqeshje e sinqertë mund të jetë një ilaç për shpirtin e tij. Islami, feja e mëshirës dhe e dashurisë, i jep këtij gjesti vlerën e një vepre të madhe shpirtërore, ku buzëqeshja e simbolizon dhe e vendos si një simbol i të lirësisë së brendshme dhe një formë adhurimi që na afron në Allahun dhe krijesat e tij. Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, ka thënë: "Allahu e do atë që i buzëqesh vëllait të tij kur e takon." Kjo thënie përmban një efekt të rëndësishëm të edukatës islame. Pra në një takim mes dy njerëzve, fillimi është shumë i rëndësishëm. Një buzëqeshje e ngrohtë dhe e sinqertë është mënyra më e bukur për të hapur portën e vëllazërisë. Ajo krijon besim dhe i zbut zemrat, dhe kur kjo buzëqeshje buron nga sinqeriteti dhe jo nga interesi, ajo është e dashur tek Allahu dhe e betkuar tek Zoti i gjithësisë. Allahu thotë në Kur'anin e shenjtë: "Bismillahirrahmanirrahim." Thuaj u robëve të mi që të flasin atë që është më e mira. Ajeti 53 i surës Isra. Edhe pse fjala buzëqeshje nuk përmendet drejt për së drejti në këtë ajet, mesazhi është i qartë se fjalët dhe gjestet tona duhet të mbartin mirësi, qetësi dhe edukat të madhe. Buzëqeshja është fjalë pa zë, është gjesti që flet në shumë e shumë ligjërata.
Ajo është një pjesë e mirësisë së të folurit dhe një pasqyrë e butësisë së Kuranit dhe etikës dhe e moraleve islame. Imam Hasani paqja qoftë mbi të, i cili ishte nipi i profetit Muhammed, ishte i njohur për sjelljen e tij të butë dhe për buzëqeshjen që i dhuronte gjithmonë të tjerëve. Është transmetuar se ai ka thënë: buzëqeshja është veshja e mirësjelljes dhe çelësi i zemrës së të tjerëve. Imam Rizai paqja qoftë mbi të ka thënë: besimtari është ai që kur flet me urtësi dhe kur buzëqesh e bën këtë me sinqeritet të plot. Në këto fjalë, imamët tanë të dashur na mësojnë se buzëqeshja nuk duhet të jetë formale apo e shtirur, por e pastër dhe e mbushur me dashuri kundrejt tjetrit. Kjo është ajo që e bën atë të vërtet, të vlefshme tek Allahu dhe tek njerëzit përreth nesh. Imam Aliu, njeriu i urtësisë dhe i pastërtisë së shpirtit, ka thënë: mos buzëqesh kur zemra jote është plot urrëtie, sepse kjo është një formë e hipokrizisë. Ky mësim i thellë na paralajmëron për një rrezik të fshehtë, të dukemi të mirë nga jashtë, por jemi të ligj nga brenda. Islami nuk pranon sjellje të dëfishta, sepse buzëqeshja e besimtarit duhet të jetë e pastër si uji i pranverës dhe e sinqertë si fjala e vërtetë. Ajo duhet të vijë nga një zemër që e do për vëllain atë që ka përballë. Islami nuk është fe e ashpërsisë, por e fe e mëshirës dhe e mirësjelljes. Profeti Muhammed dhe ehli bejti i tij i pastër na kanë dhënë shembuj të mrekullueshëm për sjelljen njerëzore, dhe buzëqeshja ishte pjesë e pandashme e jetës së tyre. Le të jemi prej atyre që nuk kursejmë kur buzëqeshjen, sepse me të mund të shërojmë plagë, të ofrojmë zemra dhe të fitojmë kënaqësinë e Allahut xhaleshanhu. Do doja ta mbylla temën e ditës së sotme me një lutje ku le të lutemi së bashku. O Zoti ynë, mbushe zemrën tonë me dritë dhe fytyrën tonë me buzëqeshje që zburon nga sinqeriteti. Na bëj të jemi dritë për të tjerët, ashtu siç ishin të dashurit e tu për njerëzimin. Na jep zemër të butë, shpirt të dashur dhe fytyrë të qeshur, që të jemi pasqyrimi i mirësisë së profetit tënd dhe ehli bejtit të tij të ndershëm. Amin, o Zoti i botëve. Në këto momente të nderuar dëgjues dhe shikues, duke ju lënë pjesët e tjera të mbetura të programeve në radio televizionin online Drita e Kuranit, ju përshëndes me përshëndetjen e bukur islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatit e Allahut qofshin mbi ju.